vetëm pritet ajo firma e fundit formale, pra që është një procedurë e cila kryhet zakonisht në raste të tilla dhe procesi i tij për ardhin në Tiranë ka filluar mbasi ambasadori Erik Wen është tani në kohën e asaj që quhet në thonjza përpunimi i tij për historinë, për gjuhën, për çdo gjë nga Shqipëria, për njohjen e Shqipërisë, njohjen formale zyrtare për ardhin e tij dhe të jetë i përgatitur për atë çfarë do të marrë si detyrë në Shqipëri si ambasador i Shteteve të Bashkuara. Pra çdo gjë ka përfunduar. Është në pjesën e fundit të saj, në atë pjesën që njihet si pjesa e njohjes me gjuhën, me historinë dhe me traditat dhe me problemet e tjera që ka Shqipëria. Unë e përmenda pak më parë, të paktën në një shkrim të shkurtër të lexuar për të, ka shërbyer mbi 34 vjet në shërbimin ushtarak, apo jo, edhe në komandim të shtabit operacioneve speciale të NATO-s, ku ka punuar drejt për drejt në këtë rast edhe me njësitë shqiptare, apo jo? Po, vjen nga ajo fushë, vjen nga fusha ushtarake, ku ka shërbyer për beretat e gjelbërta, një nga shërbimet ushtarake nga më të rëndësishmet dhe nga më të fuqishmet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shërbyer me beretat e gjelbërta në Afganistan dhe në Irak, por gjatë periudhës së luftës së Kosovës, siç thuhet në biografinë e tij, ka shërbyer edhe në Shqipëri, pra në ambasadës amerikane në Tiranë. Pra është një njeri që e njeh mirë këtë fushë dhe ajo që është më e rëndësishmja për këtë periudhë dhe për caktimin e tij si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, është patjetër edhe ajo ana gjeopolitike. Pra është ajo backgroundi i tij, që siç e tham, pra është vjen nga fusha ushtarake, por është edhe ajo që çfarë rëndësie të madhe i japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj lidhje të tij me emërimin në Shqipëri. Ai vjen në Shqipëri në një kohë që disa vende të Ballkanit ende nuk kanë ambasador. Janë plot 5 vende, siç është Serbia, është Maqedonia, është Mali i Zi, është Kosova dhe Shqipëria, pra që po merr këtë emrim. Pra në këtë kuadër, ajo që e jep më tepër rëndësi këtij ambasadori dhe emrimi i tij dhe caktimi me një procedurë, do të thoja unë, të përshpejtuar, është vetë situata gjeopolitike që ka sot Ballkani. Kjo merr një rëndësi të veçantë edhe për Shqipërinë dhe lidhjet e saj strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por njëkohësisht ai vjen në një moment kur Shqipëria po konsolidon rolin e saj me aleatët e saj të besueshëm brenda NATO-s dhe kontribuese në sigurinë euro-atlantike. E kuptoj. Pritet me qenë se nisëm me këtë periudhën kur fillimisht me qenë se më përmendet edhe faktin që fshinjët tanë janë pa ambasador, për ta po diskutohen kandidatura? Asnjë kandidaturë deri tani prej tyre me përjashtim të kandidaturës së Beogradit kur u caktua dhe për fat keq ambasadori që ishte caktuar për në Beograd pësoi një atak edhe vdiq dhe nuk arriti të realizohet ai emrim. Prej atëherë i vetmi vend nga këto vende që përmenda pak më parë nga Ballkani, i vetmi vend që është i privilegjuar në thonjza, do thoja, është Shqipëria. Është Shqipëria për situatën që është në Shqipëri tani, apo është situata gjeopolitike, siç e theksova, kjo është një çështje e brendshme e politikës amerikane. Por duke e parë që ambasadori amerikan në Shqipëri është futur në shkallën më të lartë të emërimeve dhe caktimeve të ambasadorëve në këtë pjesë të këtyre vendeve që kanë qenë të rëndësishme, si për shembull është në nivelin e ambasadorin e Shtetit të Bashkuara të caktuar në Australi dhe me ambasadorin e caktuar në Korenë e Jugut. E qartë. Zoti, po. Kjo është ajo që ndryshon çdo gjë dhe i jep një rëndësi të jashtëzakonshme dhe të madhe
këtij emrimi. Ky emrim siç dihet pritet edhe me një interesim të jashtëzakonshëm edhe nga shqiptarët vet, mbasi Shqipëria siç dihet ka 3 vjet pa ambasador, ka pasur vetëm të ngarkuar me punë. Të emëruar në detyrë për të kryer për të ushtruar detyrën e ambasadorit. Pra ky është një rast i veçantë kur këto vendet e tjera që përmenda pak më parë ende janë me ambasador në detyrë, ndërsa Shqipëria ka atë privilegjin thonjza që të emëroj ambasadorin, ta miratoj dhe Senati Amerikan me 51 me 44 dhe së fundi ai të kryej dhe ato procedurat e fundit që janë, që i bie për disa javë, fundi i gushtit ose fillimi i shtatorit, Eric Wend është ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. E qartë, do ta shohim se si do ta nis misionin e tij, se fokus edhe ai u shpreh në Senat, ka luftën kundër korrupsionit, do ndjek punën e institucioneve të drejtësisë së SPAK-ut, kështu që do ta shohim se si do ta nis qëndrimin e tij në Tiranë. Falenderoj shumë zoti Sina, ishte kënaqësi që ishe me ne këtë të diel. Kënaqësia ishte ime. Fundjavë të mbar. Ndërkohë ju falenderoj edhe juve shikues të nderuar që qëndruat me ne për gjatë këtyre 4 orëve.